Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë dhe për të analizuar ngjarjet më të fundit. Sonte do të flasim, sot në fakt, do të flasim për një rrugtim të bukur, një rrugtim që dhuron shumë dashuri. Dita e djeshme ka qenë një ditë e mbushur me shumë emocione, një ditë e mbushur me shumë pyetje, me shumë pikpyetje, si po kalon marrëdhënia e tyre, si është marrëdhënia e tyre, a janë në rregull, a shkon çdo gjë si duhet. Në fakt kanë qenë pyetje nga publiku, këto të gjitha që dëshironin të dinin mbi jetën dhe veprimtarinë të Brikenës dhe Mateos. Brikena dhe Mateo janë një ndër çiftet më të komentuara të kohës së fundit, për të cilët përflitet shumë, shkruhet shumë, komentohet shumë, analizohet shumë. Ato ditën e djeshme kanë ndarë një video pozitive, duke treguar që marrëdhënia është në rrugën e duhur, duke treguar që gjërat janë më së miri dhe po shkojnë në fakt më së miri dhe duke u munduar që të jenë sa më afër publikut të tyre që i ka mbështetur dhe i ka dashur pafund. Unë njëherë pa humbur kohë do të sjell videon që Brikena ka ndarë dhe më pas do vazhdojmë ta komentojmë. Hej, atëherë, make-upin sot këtej ma ka bo Henry, kurse këtej ma ka bo Mateo. Cila po ju pëlqen më shumë? Komento. E pra të nderuar miqtë e mi, ju e pat videon, do me thënë e pat atë buzëqeshjen e sinqertë dhe të vërtet të Brikenës, e pat gjithashtu dhe lumturinë dhe buzëqeshjen e Mateos. Unë mendoj që Brikena dhe Mateo janë një çift i cili kanë gjetur gjuhën e tyre të përbashkët. Tani, a ka pak kokforci? Po, ka kokforci nga ana e Brikenës, sepse është natyrë e tillë, është karakteri i tillë, po kjo nuk do të thotë që Brikena nuk e do Mateon, do me thënë është një lloj personazhi që e ka tipin të tillë, do me thënë është natyra e njeriut. Unë mendoj që dashuritë e këtilla, nëse do të flasim për dashuritë, shkojnë më së shumti. Tani banorët mbram në post Big Brother e kishin një çik si problem, me thënë drejtën ta pranojnë lidhjen, ta pranojnë dashurinë, ti pranojnë emocionet, por unë mendoj që dashuria e Mateos dhe Brikenës është një dashuri që duhet duar trokitur, është një dashuri që duhet mbështetur dhe është një dashuri që duhet jemi me to. Tani çifti, nga informacionet që kam unë, do të ketë projekte shumë madhore, projekte televizive, do me thënë dhe Mateo dhe Brikena. Njëherë kanë përzgjedhur që të jenë të qetë, të shijojnë pak këto ditët e daljes, të kënaqen pak me njëri tjetrin. Kemi parë shumë respekt nga ana e Brikenës edhe për motrën e Mateos, do me thënë janë krijuar një trio shumë e bukur, një trio shumë fantastike, që Brikena e shoh po kënaqet dhe po argëtohet në këtë familje, e kanë pritur me shumë dashuri, i dhurojnë shumë emocione, i dhurojnë shumë ngrohtësi shpirtërore, që Brikena në fakt kënaqet edhe po e shijon pafund. Unë besoj në këtë dashuri, jam i bindur që nga të gjitha dashuritë të cilat kanë qenë në Big Brother, Brikena dhe Mateo do të jenë dashuri e vërtet, do t'ja dalin deri në fund, ashtu siç ja doli Kiara dhe Luizi. Unë shoh një dashuri shumë të madhe nga ana e Mateos, do me thënë Mateo është dashuruar jashtëzakonisht shumë, ai e shikon Brikenën në sy, e jeton Brikenën, do me thënë e quan arritjen më të madhe të Big Brotherit dhe e shoh që është shumë i bindur në përzgjedhjen që ka bërë, në emocionin që ai do me thënë do të sjell tek publiku. Dhe unë mendoj që Mateo marrëdhënien e tij dhe Big Brotherin e ka ndarë gjithmonë ashtu siç unë e kam analizuar gjithmonë. Do me thënë unë gjithmonë e kam analizuar që Mateo ka bërë një lloj ndarësie, do me thënë ndryshe ka pas emocionin, ndryshe ka qenë lufta për Big Brother. Dhe këtë gjën ai ka arritur që ta normalizoj. Unë uroj vetëm të mira, uroj që Zoti t'i bekoj, por të gjitha këto thashe themet që në fakt përfliten për Mateon dhe Brikenën që do të ndahen, nuk janë çift që përshtaten me njëri tjetrin, e pashmërëm edhe presionin e banorëve të tjerë, pikpyetjet e mëdha, për shembull atë muhabetin që e tha Monika që a keni bërë dashuri, janë ca gjëra që unë e shoh që Mateo dhe Brikena vlerësojnë më së shumti
marrëdhënien e tyre, vlerësojnë emocionin që e kanë për njëri tjetrin, jo krevatin. Okej, mund të duket sikur Brikena lufton për të qenë pranë Mateo sepse ka famë, por Brikena fundi ditës se ka këtë famën edhe vetë, ajo e ka Instagramin më të madh se Mateo, po të don të eksploron në medien sociale. Mua më duket një dashuri e vërtet, nuk më duket një gënjeshtër, i kam besuar gjithmonë këtij rrugtimit, edhe pse Brikena është natyrë dhe tip i vështirë si karakter, po për shembull gjërat kanë ndryshuar, Ditën e djeshme kishte pritur Brikena Mateon, më gjatë se sa Mateo Brikenën. Do me thënë, mendoj që me qëndrime që do të kenë jashtë, me kohën që do kalojnë, me momentet që do kalojnë mes njëri tjetrit të dy, do fillojnë që të krijojnë një lloj emocioni edhe më të fortë, edhe jam i bindur që do të jenë çifti shembull që do të ndjekim në përjetës sociale. Unë e shoh një lloj kimie tek ato, e shoh një lloj përkushtimi jashtëzakonisht të madh, do me thënë din të bëjnë të lumtur njëri tjetrin, din të japin emocion njëri tjetrit, dhe kjo është arma më e fortë e një dashurie, do me thënë të shprehurit emocione dhe të shprehurit ndjesi. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe.